Dhe po e nisim pikërisht me futbollin, për të nderuar personazhin e parë të kësaj mbrëmje, unë kam kënaqësi të ftoj në skenë një prej emrave të mëdhenj të historisë së futbollit shqiptar, dhe pa diskutim me një duar trokitje është kënaqësi të mirëpresim Hysen Zmianin. E ndërsa Zmiani gjitet në skenë, kush do të nderohet sonte? Në fakt është kënaqësi, sepse ka qenë pjesë e historisë së vllaznisë për shumë vite me radhë, duke mbrojtur portën e saj, duke fituar trofe me të. Njëkohësisht ka mbrojtur me dignitet edhe portën e kombëtares shqiptare dhe pa diskutim pas lëndjes së sportit, ai do të niste punën si trajner dhe sukseset do ta ndiqnin sërish, duke u shpallur kampion i vendit dhe duke vijuar të punojë me pasion dhe profesionalizëm. Me kënaqësi, mirëpresim Avenir Dani. Ndërsa mirëpresim Avenirin, besoj mund të marrë një qëtë shkurtimisht. Faleminderit që më keni përzjellë për millon këtë çmim. Kënaqësia jemi është e dyfishtë se ky ka qenë rrugtari i jemi pa ndalur. Por sigurisht që duke pas parasysh Shkodra mjef mirë dhe ku kam shku veten, thëmë që i ka merita dhe ky se ka qenë i palodhën që më ka shërby. Dhe sigurisht që jam shumë i kënaqur që i pa dol të kja, se për vetë faktin ndoshta edhe nuk ja kam thënë përballë, pa ka merita edhe shumë në atë që kam shkuën deri në atë pikë. Duke pas parasysh që ky zotnia i ka një 10 vite me vllaznin si lojtar, i ka një 2-3 vite me Partizanin dhe është më marrëmendja i gjithë përfshirësi dhe më i vjetri mund të them me fjalë 30 vite si trajner. Pa diskutim që i ka merita, por janë edhe shumë talenta që kanë dalë nga dora e tij dhe nga një herë nuk i përmenden. Faleminderit Avenir, ky është Avenir Dani. Rallë parë duhet falenderoj organizatorët e kësaj mbrëmje, veçanërisht edhe Gjergjin me që është kujtu për ne dhe për mua është një kënaqësi shumë e madhe sante një mik i imi, një emër i madh i futbollit shqiptar të mallorojnë medaljen. Gjithsesi ju falenderoj gjithë dhe falenderoj Hysa. Kënaqësi edhe me një duar trokitje të përcjellin